ku përfshihet formimi i komisionit të përkohshëm për verifikim të quorumit edhe të mandatit të deputetëve, betimi i deputetëve, ndërkohë pas kryerjes së këtyre dy ceremonive formale dhe solemne bëhet propozimi i kryetarit të kuvendit që sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, po edhe Kushtetutës së Kosovës i takon propozimi i partisë më të madhe politike që ka dalur në zgjedhjet e fundit. Më pastaj në blok zgjedhen 3 nënkretarët nga partitë e komunitetit, nga partitë shqiptare, ndërkohë janë edhe dy nënkretarë të cilët duhet të zgjidhen nga rradhat e komuniteteve jo shumicë, në rast se seanca konstitutive e nesërme dështon të mbahet në kuptimin që nuk arrin ta zgjedhë kryetarin e kuvendit, atëherë kuvendi nuk duhet të pauzojë më shumë se 48 orë të ardhshme. Lëvizja vendosur tani nuk i ka shumicën e nevojshme për të themelu institucionet. Kjo do të varet, po do të shihet nesër, por aktualisht nuk vërehet se i ka numrat për ta konstituu kuvendit, më pastaj edhe për ta formuar qeverinë, sepse nga përgjigje, nga letra që është dërguar kryetarit të LDK-s, nuk është vërejtë se ka ndonjë përgjigje pozitive që atij kryeministrit aktual, kandidatit të lëvizjes vendosje pra partisë që ka fituar më së shumti vota, t'i kthej një përgjigje pozitive në kuptimin që t'ia jap edhe 20 votat e LDK-s kjo parti, në mënyrë që kjo të mos sa ketë problem shumicën e nevojshme. Numri i deputetëve aktual që pritet të votojnë qeverinë mund të sillet 48 edhe 6 nga deputetët e komuniteteve jo shumicë që janë deklaruar tashmë se do ta votojnë qeverinë Kurti, pra nuk vërehet që kanë më shumë se 54 maksimumin e 56 vota lëvizje vendosje dhe komunitetet jo shumicë që nuk janë serb në kuvendin e Kosovës. Mbi këtë arsye ne presim nesër që të ketë një zvarritje sa i përket konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë, por më së shumti formimit të qeverisë ku ka një hendek të madh ndërmjet partive që deri sot ishin opozitare dhe tani më janë parti parlamentare.